Tani, kemi shtuar në ujë që vlon pastën Ola. Pastat Ola, kemi mësuar të themi mielli Ola, po pastat Ola janë një produkt i ri në tregun shqiptar, i prodhuar sipas teknikës përpunimit të mjeshtrave italian me një eksperiencë 130 vjeçare në prodhimin e pastave dhe nuk kemi pse të shkojmë deri në Itali të zgjedhim pasta të mira sepse vjen Ola pikërisht me këtë eksperiencë autentike që ka. Do t'u tregoj disa karakteristika të pastave Ola, ndërkohë ju shikoni edhe variantet me të cilat Ola vjen në tregun ton. Të shishme dhe mbi të gjitha me një miell me çmimin më të mirë në treg, me miellin Ola që ka një eksperiencë 25 vjeçare në treg. Është tradita italiane e pastave Ola që prodhohet duke ndjekur të gjitha proceset që mjeshtrat italianë sjellin pastat në Itali. Sipas etikaturës tradicionale të tharjes së ngadalt, përpunimi i brumit, shtrires së tij në pllakat e bronzit i jep makaronos teksturë të ashpër që e ndihmon atë të lidhet më së miri me salcën dhe duke na dhënë një shije superiore. Pra, procesi tharjes është një proces shumë i rëndësishëm, siç e tham, është një sipas traditës italiane, tipik për pastat premium, duke ruajtur strukturën e makaronës, cilësinë ushqyese dhe shijen autentike pa kompromise. Pasta Ola është e vetmja pastë në treg me certifikimin halal, duke garantuar standarde të larta dhe mbi të gjitha, një sekret i vogël që të gjithë duhet ta dinë është koha e zgjerrjes. Për makaronat që ne, për spagetin që ne sapo shtuam në tenxhere, koha ishte 11 minuta, në mënyrë që të jetë al dente dhe të na ndihmojë në tretje. Me çfarë ta kombinojmë sot? Pra, në momentin që tregon të jetë 11 minuta, ne nuk e lëm 11 minuta fiks këtu. 11 minuta duhet jetë e gjithë minutazhi që kalon dhe me salcën. Pra, mua më duhet të jetë 8 minuta këtu, gjë që e largoj, sepse kemi vendosur pak më përpara, e lë sërish në kapak sepse ende vazhdon vrimi. Dhe duhet të nxitojmë pak tek salcat se edhe minutat fluturuan. Shumë e kollajt. Është e thjeshtë. Do të shtoj direkt pjesën, mund të shtoni pancet, mund të shtoni më kryesisht është pjesa e faqes së baktisë. E lë derisa të lëshoj atë ndyrë. Të lëshoj ekstraktin e vet. Kam domatet. Gjë që një sekond, një fik më të vogël. Koha edhe Ja, shtojmë, ne kemi bërë një racion për të treguar, se sot ideja është për të treguar, duke qenë se jemi një vend, familjet tona e konsumojnë pastat, padyshim në salca të ndryshme, e rëndësishme është të zgjedhim pastën e duhur, që ajo të na japi një shije të mirë dhe të mos na rëndoj. Kur kemi pastën me një grur të fortë granoduro që zgjedh Ola për t'i prodhuar këto pasta dhe me një cilësi të lartë të miellit që ka që eksperiencë në treg, ne do të garantoj patjetër një shije superiore. Dikush i preferon pene, po janë të larmishme pastat në familjet tona. Sepse, ku ne themi spagetin a shkon direkt në mendje. Do të shtoj pomodorin, dhe e dim shumë mirë që domatja merr shijen e çfarë vendosim ne në tigan. Kam domaten dhe salcën e domates, që kemi kaluar në blender ose të zakonshme. Do të shtoj piper, të lutem nik edhe pakës krip. Po, edhe kripën. Te kripa do kemi kujdes. Te kripa do kemi kujdes. Pse do kemi kujdes? Pse? Sepse unë kam djathtin që në fund edhe borzilokun. Pra edhe një recetë do ta shohim në ekran, një recetë tradicionale italiane, sepse zgjodhëm të gatuanim një recetë tradicionale italiane që vjen pikërisht me pastën Ola, që ka përbërës që kombinohen mirë në shijen e tyre dhe padyshim na japin një recetë autentike, sipas prodhimit dhe përpunimit të duhur. Ja, do shtojmë edhe pastën tani, sepse jemi në fund fare, Albana, do të shtojmë edhe makaronat, po do t'i lëmë që të lidhen mirë produktet e salcës, dhe
respektoni gjithmonë kohën e zjerjes së makaronave, pastaj për kombinimet e salcave, ato vinë sipas shijeve tuaja, se cili ka shijen e vetë. Nëse flasim, sepse kam kapur tani dhe të gabuarën unë këtu. I të rëzdojnë, i japim një... Edhe kur të luan edhe koha është gjëja me e duhur. Faleminderit Pasta Ola, dhe të sjellim recetat fantastike me pastat që kanë sjell në tregun ton një revolucion, duke i përafruar ato posaçërisht me emrat më të njohur të pastave italiane. Të lumshin duar, gëzuar Krishtlindje, sjellshin dritë dhe mbarësi në familjet tuaja. Ne do të takojmë pas lajmeve për të festuar me miqtë tanë.